Miqtë Prizmus, Fox News është testat e djathtë amerikane, me qëndrim plotësisht të djathtë amerikan konservator në pro-partisë republikane, ashtu si kundër CNN është pro-partisë demokratike. Sigurisht në Amerikë nuk janë që bëjnë shumë fjalë kështu, nuk kanë një pudor kaq të madh sa të thonë që unë jam i paanshëm ose ato kanë politika editorialiste të qarta tashmë. Janë më të sinqertë se ne. Në fakt edhe unë i bashkohem këtij lloji mendimi. Nuk është e nevojshme të jemi kështu të paanshëm. Nuk ka njerëz të paanshëm, e kanë një anë që s'bën. Sigurisht që duhet të jenë të vërtetë, sigurisht nuk duhet gënjejnë. Sigurisht që media nuk duhet të shëmtohet duke mashtruar, por një anë do ta mbajë. Dhe sigurisht, dhe kjo është e qartë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe duhet jetë e qartë edhe këtu ke ne. Në fakt është e qartë, por bëjnë pastaj sikur janë të paanshëm, duke shëmtuar akoma më keq në metodologjitë e paanshmërisë të vërtetën ose të drejtën. Nëse në Fox News ka shkruar një shkrim Agim Nesho. Agim Nesho është pinjolli i diktaturës, është një nga ato diplomatët e gjatë në kohë, që në 1977 kanë qenë antar i Komitetit Qendror të Bashkimit të Rinisë Punë në Shqipërisë, e përktheli në fillim Berisha, pastaj edhe Nano. Në fakt nuk e përktheli dhe nxori për jashta, se nuk e duronte dot pikërisht për ato lidhjet që kishte me Vito Capot e me Neshot. Sigurisht Jati ka qenë sekretar partie i Vlorës së Tiranës. Jo komunist, po stërkomunist, po nejse, sigurisht ka bërë një punë të mirë me luftën, si ambasador në luftën e Kosovës, po kjo është çështje e patriotizmit. Kurse anshmëria e tillë, normalisht të gjithë kocomit e spionllëkut të majt u mlodhën pak ke Partia Demokratike. Një pjesë e madhe që ishin ke Partia Socialiste u tërhoqën ose e panë që me të vërtetë nuk bëhet një politikë e tillë më apo. Agim Nesho, një datëlindjes 1956, 2-3 vjet më i madh se sa unë, i ka parë hajrin dhe Sali Berishës, edhe në fund kredu lidhet me Ilir Metën. Bënte një artikull ku e quajnë Ramaduro, dhe më thënë e bënë si Maduro në Ramën, që Evropa majtiste sorosiane, Rama Sorosian, janë kundra kësaj Amerike, edhe vetë Rama, që është një autokrat, që vjedh zgjedhjet, që e mbajnë mirë në Evropë, por ai është kundra Amerikës e kundra Trumpit. Ky ishte pak a shumë, dhe që nuk i duhet të dhënë kaq shumë. Kur kritikohet Maduro, duhet kritikohet edhe ky që vjedh zgjedhjet, të tilla fjalë që janë Agim Nesho se keni dëgjuar këtu. Duhet sqaruar që sigurisht duke qenë shumë i respektuar nga Ilir Meta dhe sigurisht edhe nga Sali Berisha, e kuptoni vetë çfarë njeriu është. Edhe duke pasur edhe biografinë që ka, imagjino sa dëshire, sa qefe ka Edi Rama. Ka qenë ai që e ka fluturuar nga shërbimi diplomatik, një person të tillë, dhe ka bërë jashtëzakonisht mirë që e ka fluturuar, sepse normalisht është një person që januar politikisht, por që shkatron, shan vendin e vet vetëm për hatër të Edi Ramës. Fyen në vendin e vet, shkatron në vendin e vet në përbërje, shtyn mbi vendin e tij, pse urren me patologjizëm të jashtëzakonshëm, si dikur komunistat Edi Ramën. Tash çfarë duhet të them? Sigurisht që tash i përgjigje duke sqaruar këtë kush është Agim Nesho, për llogarit kujt e bëjnë këtë artikull dhe pse nuk i takon Fox Newsit që të konsideroj këtë njeri të djathtë ose Sali Berishën të djathtë, duke sqaruar se kush janë folk bolshevikët, edhe duke sqaruar se Shqipëria që shan ky është më pro-amerikania, është më vendi më i sigurt në Evropë në pro-amerikanizmin e vet, ndash tjetë Trumpit, ndash tjetë kush doj. Edhe njëkohësisht modelin e qëndësishëm të qenies mirë së Ramës, jo vetëm me të majtët, po edhe me djathtët. Rama sigurisht është mirë me Melonin, me Orban edhe me shumë të djathtë në Evropë, dhe mirë edhe me të majtët, edhe me Erdoganin, gjë që e përsërit, po e përdorin tot. Se për çfarë e përdorin? Nëse Nesho jargavitet për Ramën, që
shtyma nga goja, sepse si duket e urren në themel. E urren sepse kush e di çfarë dreqin, normalisht mund ta ketë hequr Rama nga shërbimi diplomatik, nuk e di, mund t'i ketë bërë diçka dhe ai tash e urren, tipike shqiptare. Por padrejtësitë që thot për Shqipërinë, që e bën vend narkoshteti dhe që e bën Evropën të ndyrë, sepse janë kundër Trumpit, doqin Fox News ta thot tu, përbëjnë ato pastaj komentet e një pjesë të madhe të Fox Newsit që janë republikanë, trumpistë, që pastaj menjëherë pa ditur gjë për Shqipërinë, pa ditur gjë për Ramën, pa ditur asgjë për Shqipërinë, flasin kot marrëzirat e tyre. Është një artikull i sponsorizuar, Nesho ka lidhet e mundshme, sepse ka qenë ambasador i Joni dhe sigurisht Amerikën i ka lidhet e vjetra për këtë punë. Në Amerikë kështu funksionojnë edhe në shtyp, edhe në media, kudo, në politikë. Kur bie një vrasës si Fatmir Mediu, vrasës i Gërdecit, gjen kongresmen që japin firma, imagjino një firmë politikishte, kongresmenës që duhet funksionojë sipas Fatmir Mediut ke spaku jonë. Këta janë jo komunistë, por këta janë leninistë, marksist-leninistë të dhjera, kupton? Dhe ky e shet Ramën si Sorosian, dhe nuk tregon që me anë të Sorosit një komunist i fundit në Evropë, Sali Berisha, bashkë me këtë komunistin, me antarin e kryesisë, antari i Komitetit Qendror të Bashkimit të Rinisë Punës Shqipërisë, Agim Nezhë vetë, që në 77. Ka qenë antar i Komitetit Qendror të Partisë Punës Shqipërisë, të Komitetit Qendror të Rinisë të Partisë Punës Shqipërisë, e kështu quhet. Tash këta e heqin vendin e shkruaj ke Fox Newsi për ne me konservatorë dhe të djathtë. Kjo është luashmendsh. Megjithatë, kush i beson? Bile thotë që i lutesh Mark Rubio që trajtoje njësoj Ramën me Maduron. Imagjino të shit ku mrin urrejtja patologjike e një njeriu deviat stërkomunist dhe pinjoll komunistës, të shëmtuar si Agim Nesho, t'ju thot që krahasoni Maduron, që është një diktator, një kriminal i Venezuelës, me Edi Ramën, që let haje gjithë ditën në për televizione, asë rrunë për te fare, Rama si qatë trapi fare për Agim Neshon, por që ky pastaj këtë e konsideron diktaturë. Gjithë këtë lloj tipizimi të modelit të Ramës, që këta flasin ai nuk do t'i përsëris ato fjalët që tashmë përpara, si ai vjen pullën këtyre njerëzve, e konsiderojnë diktaturë. E konsiderojnë vjedhje-zgjedhje, vjedhje-zgjedhje këtyne moracakve, që ato vjedhësh këtyne folk bolshevikëve dhe idiotëve të stalinizmit fundit në Evropë, që është në Shqipëri, sigurisht me anë të Sali Berishës, duhet të vjedhësh zgjedhjet. Që kanë lutur mend njerëzit këtu, ju ka ikur truni që të votojnë një 81 vjeçar që ka vrarë bulevard, ka hedhur në erë një katund komplet, e ka vrarë të gjithin, ka futur popullin në luftë civile në 97-ën dhe ka bërë grushteti në 98-ën. Ju ka ikë truri këtyre njerëzit. Po ato komentuesit në Fox News, Fox News i vetë nuk e di këtë punë. Kujtojnë se Edi Rama është komunist. Në vërtet, ta që shkruajnë bashkë me Sali Berishën janë anti-Amerikës, anti-Trumpit, anti-gjithë i botë, se këto janë mi politike, njerëz që janë mësuar të jetojnë gjerizet e politikës. Dakord, miqtë e mi?